Alhamdulillah wa kafa, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Falendrimin të nësi të akunet Allah subhana, atërës dhe aty përgjërom që të lavdroj dhe të bekoj dërguar në ti Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam, familjen, shokët dhe gjithë umetin e ti të pëzgjedhur. Të ndërë vëllezër dhe motëra. Dituria është rrugtimi më i mirëfillt i lidhjes së robit me Zotin e tij. Saktësisht, çdo investim në fetari që është në përputhje edhe në dritën e Kuranit dhe Sunetit, është investim që reflekton edhe rregullon fetarinë e robit me Zotin e vet. Mirë po, një prej intervenimeve kushtimeshton dhe një prej investimeve më të mira të mundshme për me ndreqë raportin me Allahun subhanahu wa taala dhe për me rregulluar fetarinë tonë është padyshim domethënë investimi në dituri dhe shëndërtimi i fetarisë në kuadër të dijes, në kuadër të dritës dhe ndriçimit fetar. Dhe prej diturive shumë themelore që na duan në fetari dhe që na kishin ndihmuar shumë për me kuptuar në thelb ligjin e Allahut subhanahu wa taala, për me kuptuar në thelb bukurinë e fesë së tij, për me kuptuar në thelb ndoshta edhe madhështinë e urësive të Allahut subhanahu wa taala, është një domethënie që duhet me na shoqënu, që thot Allah subhanahu ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Padyshim që Allahu i cili ka krijuar gjithçka, padyshim që Allahu që ka krijuar krijesat, e di më së miri se si i bie. E di më së miri se cila është më e mira për krijesat. Dhe kjo është një prej domethënieve që shpesh ndoshta në mungesë të kësaj domethënie ne bëjmë pyetje shumë, ne kemi dilema shumë, ne kemi ngurrime shumë e kështu me radhë. Saktësisht nëse gjendesh përpara një udhërese ose përpara një ndalese ose përpara një porosie, thjesht vetëm mendoj këtë domethënie dhe këtë fakt se ai i cili ka krijuar dhe është i gjithdijshëm, a nuk e ka ditë ai më së miri se si bie, a nuk e ka ditë ai më së miri se cila është më e mira, a nuk e ka ditë ai se cila është më e dobishme domethënë për njeriu të cilin e ka krijuar. Kështu që mësimin e kaluam e morëm dhe mësuam pjesën e bukurisë që ka të bëjë me Islamin, të pjesa e përkryerjes, gjithanshmërisë dhe ekuilibrit, që janë domethënë bukuritë të Islamit, tre veti të Islamit, po jo vetëm si veti të pasgjillshme të Islamit, po edhe veti të veçanta kuptimin që çdo pjesë të Islamit, nëse analizon, e gjen që ka domethënë përkryrje, ka gjithëpërfshirje dhe ka ekuilibrim. Për shembull, nëse e merr fjala bie për shembull kapitullin e martesës. E gjon që prej temës më të vogël të martesës deri në tema më e madhe, ka sistem përkryer, ka sistem gjithëpërfshirë dhe ka sistem të ekuilibruar. Po edhe nëse merr një temë tjetër e kështu me radhë. Ndaj sot me lenin Allah subhanahu wa taala kemi me trajtuar se si kjo përkryer dhe kjo gjithë anshmëri dhe kjo ekuilibrim, po edhe vlerat e tjera që i kemi marrë më herët, saktësisht drejtsinë, mëshirën, tolerancën, lehtësimin, e kështu me radhë bukuritë e Islamit, fesë Allah subhanahu wa taala, kemi pasë se si janë rregulluar dhe janë sistemuar raportet ndërnjerëzore, se si sjellja ndërmjet njerëzve janë në kuadër të kësaj bukurie. Saktësisht qyshme e pa bukurinë e Islamit nëpërmjet raporteve ndërnjerëzore, ose se si shpërfaqet bukuria e Islamit tek raportet ndërnjerëzore, të cilat i ka rregulluar domethënë Kurani edhe Suneti. Saktësisht nëse e kishim respektuar metodologjinë shkencore se si trajtohet kjo temë, fillimisht do ta kishim shpjeguar bukurinë e Islamit në rrafshin e adhurimit. Mirë po e kemi të kaluar këtë radhitje dhe jo temën, nga që ajo do të jetë në vem inshallah në javën e ardhshme. Arsyeja pse kemi bë këtë rirenditje është pikërisht që hamendja e njerëzve është që Islami i rregullon vetëm raportet rob dhe Zot, raportet se si fitohet jeta amshimit dhe raportet e jetës përtej vdekjes, ose është një paragjykim që është fe që ka të bëjë vetëm me përgatitjen për amshim. Dhe rrëdhëmisht i bie sikur të kishmi folur sonte se si shfërfaqet bukuria e Islamit tek adhurimet, ndoshta kushtemishtan nuk do të kishte qenë ndonjë diçka befasi. Ndërkaq befasia e bukur për atë i cili është larg për Islamit dhe është larg për muslimanëve, është edhe nëse e analizon domethënë raportin ndonjërzor. Ndërkaq ai i cili është afër muslimanëve të devotshëm, afër muslimanëve të mirë, afër muslimanëve të islamizuar dinjësisht, nuk është befasi, po thjesht vërtetimi i asaj që e ka pa. Domethënë një musliman i mirë jeton me këto ajete dhe hadithe që kemi përmendur inshallah, se si janë të rregulluara raportet ndonjërzore dhe për të pa bukurinë e Islamit. Fillimisht do të më potencioni të vërtetë, e cila besoj është vështirë e kontestueshme, që sot domethënë bota ka krizë të madhe në raportet ndonjërzore. Dhe kjo krizë është e lloj-llojit, dikun ka krizë për shkak të paqartësisë, është e padefinuar shka i bie, fjala bie për shembull,
respekt ndaj prindërve, shka i bie respekt ndaj të mëdhejve. Dykun tjetër, fjala bie nuk është thjesht domethënë që ka krizë në paqërsi, dykun edhe nuk ka kornizë. Domethënë përgjegjësitë që krijojnë raporte janë të paqarta dhe pa kornizë. Saktësisht obligimet fjala bie për shembull të bashkëshortit ndaj bashkëshortës dhe të bashkëshortës në raport me bashkëshortin ose edhe madje edhe ndoshta edhe raportet e tjera janë pa një kornizë e cila përcakton se si i bie. Dhe e treta është domethënë ajo që jemi dëshmitar të gjithë dhe vetë historia do të jetë dëshmitar që individualizmi i sforcuar botërisht ka rënuar domethënë gjithçka. Ka rënuar gjithçka që ndoshta deri ndje ka qenë lehtësisht domethënë e qartë dhe e kuptueshme. Kështu që si janë të rregulluara raportet ndonjërzore në fenë Allah subhanahu wa taala, qysh Islami në çdo porë të jetës ka vënë rregullin e vet dhe se si Islami ka balancuar domethënë raportet. Thotë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, sikur sa shënoi Muhamedi dhe Imam Muslimi për Shaddad ibn Ausit, inna Allah ta'ala kataba al-ihsana ala kulli shay. Me të vërtetë Allahu subhanahu wa taala ka vë rregull që në gjithçka të jetë parimi i të bërit më së miri. Për gjithçka, në çdo raport, në çdo normë, në çdo komunikim, të jetë parimi i përgjithshëm el-ihsan, të bërit më të mirën. Ihsani nuk është thjesht të bësh mirë, po të bësh më të mirën që është domethënë e kërkuar. Ndonjëherë kjo më e mira përcaktohet nga feja, ndonjëherë përcaktohet nga logjika, ndonjëherë përcaktohet nga zakoni, mirë po domethënë ka bë ligj Allah subhanahu wa taala që në gjithçka domethënë të jeni njerëz të mirë. Sikur se thotë Allah subhanahu inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba. Allahu ka urdhëruar që ju të jeni të drejtë, të bani mirë dhe të sillni me të afërmit, wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi. Dhe Allahu ju ndalon juve nga punët e pista dhe të pahishme dhe nga padrejësia. Nëse i mormi këto dy tekste fetare, nëse i mormi këtë ajet dhe këtë hadith, e gjojmë që në rregull të përgjithshëm raporti ndërtohet mbi mirësinë, nuk ndërtohet mbi forcën, nuk ndërtohet mbi mundësinë, mirë po mbi më të mirën. Ndaj Islami është një sistem që ka kriju një raport mbi rregullin e përgjithshëm që njerëzit janë rahat për njëri tjetrit, po jo vetëm kaq të investojnë në rahatinë e njëri tjetrit. Jo vetëm, domethënë nuk është kufini dhe korniza e fesë islame që thjesht tjerët mos janë të rrezikuar prej teje ose mos janë zor prej teje, apo të mos janë domethënë të munduar prej teje. Saktësisht është kjo si shkallë optimale, po si shkallë e mirë dhe shkallë ideale është ajo që edhe të tjerët domethënë ta ndjejnë për mbushjen dhe investimin tanë për rahatinë e tyre. Sigurisht këtë na e gjojmë për shembull në raportet e përditshmërisë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka mësuar në një hadith që është në Buhariu Muslimi për Abu Hurairës, thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ul kalimatu tayyiba sadaqa. Mi u thon dikujt një laftë të mirë është një sadaka. Allahu sallallahu alajhi wasallam na bën gati që edhe në përditshmërinë tonë, në rrugë dhe në lagje dhe në bllokun ku jetojmë, thjesht domethënë ta ndjejmë që mund ti suportojmë të tjerët ose të gjindemi të tjerët, qoftë me fjalë të mirë. Jo domosdoshmërisht ata kanë nevojë, apo jo domosdoshmërisht ne mund të qëndrojmë mirë financiarisht për minimua për miqënien e tyre, mirë po mundemi me bëni të mirë nëpërmjet mohoni fjalës së mirë, ose me një hadith tjetër të Adi ibn Hatim që shënon me Buhariu Muslimi, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë: "Runu prej zjarmit të xhenemit, mundonu me bë diçka të mirë me shpëtu prej zjarmit të xhenemit, qoftë me një gjysmë turme, hurme thot, faman lam yajid fa bi kalimatin tayyiba." Kushdo që nuk e ka pa marr parasysh një të mirë materiale më dhon dikujt, belen e tja thoi njerëzve domethënë një fjalë të mirë. Dikush kishte ardhur dhe kishte pyet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, sikur se tregon Abu Musa al-Ash'ariu, një hadith që shënon Imam Ahmedi, Buhariu Muslimi, qalu ya Rasulullah, ayu al-islami afdal? O dhu Allah, cila është fetaria më e mirë? Cili është muslimani më i mirë? Cila është fetaria më e lavdruar në fe? E Allah, i dhu Allah sallallahu alaihi wasallam i tha, men salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Thot fetaria më e mirë është ajo fetari që të tjerët janë rahat prej muslimanit, prej gjuhës dhe dorës së tij. Domethënë, një fetari e cila ka prodhuar një musliman korrekt, një qytetar të mirëfillt dhe një antar të denjë të shoqënisë, ku tjerët nuk ndihen të rrezikuar prej gjuhës edhe prej dorës së tij. Madje Islami ka ardhur me rregulluar dhe raportin madje edhe në paraqitje, jo vetëm në të folur, në mundësinë e domit nëpërmjet gjymtyrave, mirë po e ka rregulluar domethënë edhe në aspektin e paraqitjes. Thot Allah subhana wa ibadur rahmani alladhina yamshuna ala al-ardi hauna. Thot robërit e vërtetë të Zotit janë ata të cilët
kur ecin me modesti. Edhe ecja tyne nuk është një ecje e cila i mundon njerëzit. Madje mund të kesh distancë prej tij dhe të mos kesh as diskutim as bisedë, thjesht prania e tij nuk paraqet për ty asnjë, domethënë rrezik, mirë po domethënë me modestinë e tij domethënë përçon një mesazh të mirë. Thot Allah subhana: "Wakhfid janahaka lil mu'minin", dhe ti me të tjerët, me besimtarët, me komunitetin tan, je modest, komuniko me modesti. Mos ke komunikim domethënë prej fudullit. E shënon Imam Muslimi për Abu Dharrit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "La tahqiranna min al-ma'ruf shay'a". Thot mos e zhvlerësoni asnjë vepër të mirë. Mos e zhvlerësoni asnjë vepër të mirë. Domthon, cila do vepër e mirë që mundesh me bë, bëje. Thot walau an talqa akhaka biwajhin talq. Qofse madje thot edhe nëse ki mundsi thjesht me e taku vllajin tënd me një fytyrë të mirë. Me e taku me një fytyrë të buzëqeshme. Kuptimin që me e kriju një raport përgjithshëm ku jo vetëm që nuk i bëjmë dëm tjerëve, po madje të tjerët na shohin si pasuri dhe si vlerë për qetësinë dhe rahatinë e tyre. Islami ka rregulluar pastaj edhe raportin madje edhe të përshëndetjes. Thot Allah subhana: "Wa idha huyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha". Nëse ju përshëndet dikush, kthejani përshëndetjen më të mirë se sa ju ka dhënë dikush. Domethënë, dikush ju ka përshëndet me një fjalë të mirë, ktheje me atë përshëndetje, po madje edhe shto edhe diçka krahas asaj përshëndetje për me tregue mirënjohjen tënde që ai filloi me përshëndetje, aw rudduha, ose kthejeni të paktën njëjtë. Domethënë të paktën njëjtë mënyrën se si domethënë ju ka përshëndet. Madje e ka rregulluar edhe hyrjen në shtëpi. Madje e ka rregulluar edhe raportin se si hyhet në një shtëpi të dikujt. Thot Allah subhana: "Ya ayyuhalladhina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha". O ju që nge besu, mos hyni në shtëpiat e huaja pa marrë leje, pa e nënkuptuar që po keni drejt me hy edhe pa i përshëndet njerëz. Mos hyni në një formë e cila është e pahishme. Mos hyni në një shtëpi të huaj, qofshin ata të afërmit të tu, në një formë e cila do thotë i shqetëson ata. Përshëndeti kuptoje që po të jepet leje për me hy e pastaj hy. Madje Islami ka rregulluar madje edhe rendin e odave, kushtimisht thonë, do thonë rendin e ndejave, rendin se si duhet njerëzit të ulen bashkërisht në një odë apo në një ndej të tyre. Thot Allah subhana: "Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih wa idha kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'dhinu". Thot Allah subhanahu wa taala, me të vërtetë besimtarët e mirëfillt, të cilët besojnë në Allahun dhe në të dërguarin e tij. Domethënë po e lidh këtë çështje me besim për treguar se këta janë kompletuar jo vetëm në fetarinë e tyre, por edhe në raportet e tyre ndërnjerëzore. Thot me të vërtetë besimtarët të cilët besojnë në Allahun dhe të dërguarin e tij, kur janë bashkë me njerëzit, janë mbledh dikun, janë të bëni ndej, janë të bëni një tubim. Thot dhe ai tubim ka të bëjë për gjithë. Nuk është domethënë i veçantë për dikë, thot nuk ngriten, nuk largohen për atij takimi pa marrë leje. Nuk dalin për asaj ode pa marrë leje. Sigurisht thot Allah subhana: "Innama najwa min ash-shaytani liyahzuna alladhina amanu". Denonson Allah subhanahu taala në dukuri, thot me të vërtetë të folurit tinës, të folurit dy veta kundrejt të tjerëve që të tjerët mos me ndëgju bisedën, ndonse nuk janë vetëm ata dy në një vend, thot folurit afër njëri tjetrit me shushurima, është domethënë një vepër e shejtanit që e bën shejtani për mi mërzit të tjerët. Domethënë, nëse janë disa vetë dhe dy vetë flasin me shushurima dhe afër njëri tjetrit, kjo është domethënë për mi shqetësu të tjerë që ndoshta janë duke i përgoju apo janë duke bërë një kurrë kështu me radhë. Domethënë edhe në një detaj të kësaj natyre, domethënë Islami ka ndërhyr edhe ka përcaktuar domethënë normën, ose për shembull sikur sa shohim Buhariu pe Sahel ibn Abi Hathmas, kishte ardhur dikush te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, një disa njerëz dhe fillon njëri me fol për një çështje të tyre, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thotë kebbir, jep i rënd me fol atij i cili është më i madh. Jep i rënd atij që është domethënë më i madh, përderisa ajo është i denjë për me fol, përpos domethënë nëse nuk kërkohet prej tij, po kërkohet prej dikujt tjetër. Po edhe ka rregulluar që pa më parasysh shkon dikon apo gjendesh në një shoqëni apo në një rreth, e ka rregulluar raportin shoqëror duke i edukuar njerëzit që të mos shpalosin tmetat, të mos shpalosin do thotë mangësit, sikur sa shënoi Buhariu për Abdullah ibn Umerit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thonë: "Satara musliman satarahu Allahu yawm al-qiyamah", kushdo që mbulon një tmet të muslimanit, Allahu ka më mbuluar atë në ditën e gjykimit. Raportet të cilat i ka rregulluar Islami janë shumë të shumta, sonte kemi më përmend shumë pak, sepse është e pamundur me përmend me ligjërat, me nimsem, thjesht kjo mund të jetë një ftesë për të lexuar më shumë këtë drejtim, mund të jetë një
një paraqitje dhe një ekspozit se si ja vlen me trajtu këtë si temë dhe gjithsecili prej nesh kthehet literaturës po dhe mësimeve të hoxhallarëve, për shembull në raportet me fqinjet edhe me rrethin shoqëror se si ka rregulluar Islami. Shënoi Imam Ahmedi, Sheikh Shuaibi thotë që hadithi ose prej Abu Hurairës, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë: "Mazala Jibrilu yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayurithu." Thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Më ka porositur Jibrili shumë të jam i kujdesshëm me fqinjtë e mi." Më ka porosit aq shumë, aq shpesh të jam i kujdesshëm dhe me mirësjellje me fqinjtë e mi, saqë besova ose mendova që një ditë prej ditëve Xhibrili edhe do të më thotë që fqinjët janë trashëgimtar tu. Domethënë realisht njerin e trashëgojnë vetëm pasardhësit e tij, edhe familja e tij, mirëpo i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam thotë sikur se më kalon çaq shumë porosi për fqinjët, çaq shumë porosi për ata të cilët jetojnë afër teje, saqë thosha me veten ndoshta një ditë edhe do të më thotë që domethënë në pjesën e trashëgimisë kanë me pas hise edhe domethënë fqinjët. Ose shënojmë Muslimi pe Abu Shurayh al-Khuzai ose pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jari." Thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush beson Allahun dhe në ditën e gjykimit, kush është besimtar i vërtet, thotë le t'i bëjë mirë fqinjve të vet. Jo thjesht mos të jetë i rrezikshëm për ta, thjesht mos të jetë shqetësues për ta. Le t'ju bëjë mirë, domethënë fqinjve të vet. "U men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfa." Kush beson Allahun dhe ditën e gjykimit, le t'i nderoj musafirët. "O men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khayran aw liyaskut." Edhe kush beson Allahun dhe ditën e gjykimit, le të folë mirë ose le të heshte. Ose ne të jetë një folës që me të folmën e tij t'ju bën njerëz të mirë, ose domethënë le të heshte. Madje jo vetëm rrethi shoqëror, por edhe rrethin e ngushtë që parimisht ndoshta e mendojmë si çështje rregulluar mbi natyrshmëri, mbi raporte njerëzore të natyrshme, megjithatë edhe këtu i ka rregulluar Islami, sikur që është raporti i fëmijëve me prindërve, prindërit e tyre dhe raporti i prindërve me fëmijët. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana." Ne kemi porositur njeriu që me prindërit e tij të jetë mirëbërës. Thjesht jo vetëm domethënë të mos i lëndoj, të mos i shqetësoj, po edhe të jetë domethënë që investon për mirëqenien e tyre, për rahatin e tyre dhe për lumturinë e tyre, sikundërçë edhe raporti prindit me fëmijët, domethënë është raport që është i rregulluar me normativën e fesë Allahu subhanahu wa taala, sikur se shënoi Muhamedi Buhariu Muslimi prej Abdullah ibn Mas'udi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ala fa kullukum ra' wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Dijeni se gjithsesi prej juve jeni barinj dhe çdo bari është përgjegjës për kopën e tij, saktësisht e ka për qëllim domethënë përgjegjësinë e prindërve për fëmijët, përgjegjësinë e mirëmbajtjes, përgjegjësinë e veshmbathjes, e mirëqenies, po edhe mbi gjithatë e edukimit edhe të vlerave. Pastaj e ka rregulluar Islami edhe raportin ndërmjet bashkëshortëve. Dhe kur po thomi e ka rregulluar jo vetëm në kuptimin e porosive, po edhe në kuptimin e përgjegjësive. Domthonë njerëzit për këtë që na tu citu këto ajete dhe hadithe, kanë më marrë në përgjegjësi ditën e gjykimit. Kanë më marrë në përgjegjësi. Do thotë mund ta kenë kry mirëfillën ndoshta pjesën e adhurimeve ndaj Allahut subhanahu wa taala dhe obligimeve fetare, por nëse nuk e kanë kryer edhe pjesën e raporteve mirëfilli, rrezikojnë domethënë në ditën e gjykimit. Në aspektin që ka të bëjë me bashkësinë, e shënoi Imam Muslimi prej Abu Hurairës, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Istausu bin nisa'i khaira", merrni për porosi që të sillni sa më mirë me gratë, sikurse e shënon Ibn Majah, që Albani thotë hadithi ose sahih prej Abdullah ibn Abbasit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli." Muslimanët më të mirë janë ata të cilët janë më të mirë me gratë e tyre. Muslimanët më të mirë janë ata të cilët janë më të mirë mbrana do thotë shtëpisë së bashkëshorësisë, thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Wa ana khairukum li ahli", dhe unë jam më i miri në mesin tuaj në raport me domethënë familjen time. Saktësisht e ka vënë rregull pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të qenit i mirë me bashkëshortët për arsye se është domethënë raport i përditshëm, është raport dominant, edhe është raport domethënë i cili e nxjerr realitetin tonë. Dhe nuk është sigurisht raportet me të tjerët që janë periodike ose të herpashershme ose të interesit, dhe rrjedhimisht aty njerëzit mund edhe ta taktrojnë. Ndërkaq që të qenit i mirë me bashkëshorten nënkupton fytyrën e vërtetë domethënë të njeriut. E ka rregulluar Islami pastaj edhe raportin blerës edhe shitës. Sigurisht e shënon Imam Ahmedi Buhariu Muslimi për Hakimin e Hizamit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "El-bay'an bil ma lam yatafarraqa." Kur dy veta dojnë me vlerë diçka, janë të lirë mu tërheq prej shitblerjes, përderisa nuk janë nda, përderisa nuk e kanë kryer shitblerjen dhe të ketë shkuar secili te
të vetja, thot fe in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima. Thot nëse ata secili janë të drejtë dhe të saktë dhe korrekt në shitje, duke i treguar secili domethënë çka ka produkti, çka ka domethënë malli, thot i jepet bereqet të dyve. U jepet bereqet të dyve. Wa in kadhaba wa katama muhiqat barakatu bay'ihima. Dhe nëse këta shesin edhe blejnë me hile, nuk i tregojnë asnjëni tmetët e produktit edhe të mallit të vet, edhe të pasurisë së vet, thot kjo pasuni dhe nëse gënjejnë, thot kjo shitblerje mbetet e pa begatume, pa bekim, pa bereqet. Saktësisht e kanë kry, kanë marrë lekët, mirë po nuk kanë bereqet në atë domethënë që e kanë bën. Sikur se e shënon Imam Tirmidhiu, Shalmoni thotë hadithi sahih prej Abu Hurairës, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë: "Inna Allah yuhibbu samha al-bay'i wa samha ash-shara, samha al-qada." Me të vërtetë Allahu subhanahu wa taala e doni njëri i cili është tolerant dhe është i lehtë teksa shet, teksa blen, po edhe teksa gjykon. Pastaj Islami ka rregulluar dhe raportet e huadhënies, saktësisht ndërmjet një huadhënësi dhe huamarrësi dhe nuk e kalon domethënien të pa definuar. Thot Allah subhanahu ya alladhina amanu idha tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubu. O ju që keni besuar, nëse e keni një rast që jeni të morë borxh, jeni të dhënë borxh, atëherë merrni dhe shkruani me afat, domethënë kur duhet më kthy borxhi dhe sa ka qenë borxhi kështu me radhë. Sekondër që thot Allah subhanahu wa taala ya alladhina amanu la ta'kulu ar-riba ad'afa mudha'afa. O ju që keni besuar, mos i ktheni borxhet e juaja në borxhe kamatore ku i kërkoni buxhliut më shumë se sa domethënë ka marrë. Kur të analizojsh këtë, kjo nuk ka të bëjë thjesht me norma të mëkateve të mëdha. Domethënë, kur ta analizojmë çështjen e kamatës apo çështjen e borxhit, duhet me reflektu pikërisht atë që domethënë që me të trajtu. Domethënë është një fe aq e bukur, një fe aq e renditur, aq e sistemuar, edhe në diçka që ndoshta dy palët do të ishin pajtu. Dy palët do të ishin pajtu me punu me kamat, ose pala e dëmtuar në këtë rast e borxhliut kishte pranuar që me pagu mashtrenit vetëm se është duke ju dashur disa para, disa të holla, me po Islami e ndalon shfrytëzimin e situatës së tij të dobët dhe e krijon një raport ndërnjerëzor domethënë shumë të ekuilibruar. Pastaj e ka rregulluar dhe raportin e punëtorit dhe të punëdhënësit, sikurse shoni imazhi që Albani thotë hadithi sahih. Për Abdullah ibn Umerit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, thot a'tul ajira ajrahu qabla an yajiffa 'araqu. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, jepjani pagën punëtorit, jepjani pagën atij i cili ka ardhur me një kontratë tek ju, thot jepjani thot punëtorit pagën e tij përpara se t'i thahen djersët e punës, përderisa akoma është domethënë në kontratën e punës me juve, sikurse e shënon Imam Tirmidhiu, Shalmoni thotë hadithi sahih për Abu Hurairës, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Adil amanata ila man i'tamanaka wa la takhun man khanak." Thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur dikush ta beson një punë, ta beson një kontratë, ta beson një detyrë, thotë krye. Domethënë nuk ka të bëjë vetëm diskursi i ashpër për punëdhënësin, po edhe për punëtorin. Ta kallon një detyrë me kry, dush me kry. Thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur dikush ta kallon një amanet me kry, thotë krye, thotë dhe mos e tradhto atë i cili të ka tradhtu. Domethënë, mos ka lë tek përcaktimi i kohët pse dikush ka gabuar në raport me ty. Thotë Allah subhanahu wa ufu bil ahd, inna al ahda kana mas'ula, rrini në kontratë, rrini në marrëveshje, sepse për marrëveshjet keni më marrë në pyetje. Jo vetëm për marrëveshjet me Allahun subhanahu wa taala, jo vetëm për kontratat me Zotin, po edhe për kontratat domethënë ndërnjerëzore. E ka rregulluar Islami pastaj edhe raportin ndërnjerëzor që ka të bëjë me gjykimin. Sikurse shënoi Imam Ahmedi, Sheikh Shuaibi thotë hadithi është hasan për Aliut radhiyallahu anhu, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë Aliut, idha jalasa ilayka al-khasman fala taqdi baynahuma hatta tasma min al-akhir kama sami'ta min al-awwal. Thotë i dërguar Allah sallallahu alaihi wasallam thotë Aliut, kur vin dy palë mu gjyku tek ti, kur e kanë njerëzit një problem, e kanë një mosmarrëveshje, thot mos gjyko pa i dëgjuar të dy palët. Dëgjoj palën e dy sikurse e ke dëgjuar palën e parë, thot fe inaka idha fa'alta dhalika tabayyana lak al-qada. Sepse pa i dëgjuar të dy palët, thot nuk mundesh me gjykuar domethënë qartë dhe drejt. Pastaj e ka rregulluar Islami edhe raportin e dëshmisë. Raportin ku ti të kërkohet të jesh dëshmitar apo vetë se ke qenë dëshmitar dhe të kërkohet të japësh dëshminë tënde, thot Allah subhanahu wa idha qultum fa'dilu walau kana dha qurba. Thot kur doni me fol, kur ti kërkohet dëshmia, thot thunë drejtën, nëse është kundër të afërmëve të juve, edhe nëse do të merr dëshmu diçka që nuk është favorin e të afërmëve të juve, po madje jo vetëm kaq, e ka rregulluar raportin ndërnjerëzor, madje në raportin me armiqt, thot Allah subhanahu wa la yajmannakum shana'anu qaumin ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Nëse keni një armiqësi me dikë,
nëse e keni një mosmarrveshje me dikë, mos ju bëj armiqësia që keni me të, që ju të mos jeni të drejtë. Thotë jeni të drejtë sepse kjo është domethënë më afër devotshmërisë dhe jo vetëm raportin ndonjërzor me krejt këto që i përmendëm dhe këto ajete dhe hadithe të përgjedhura, madje edhe raportin me ambientin. Saktësisht edhe në rrethin ambienti ku gjendesh, me undje prania jote që je i frymëzuar dhe i ndriçuar me mësimet e Kuranit dhe Sunetit. E shohim Buhariu në librin e tij Al-Adab al-Mufrad, Sharbani thotë që hadithi është sahih prej Enesit radhiyallahu anhu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "In qamat is-sa'atu wa fi yadi ahadikum fasila, fa in istata'a an la taquma hatta yaghrisha falyaghrisha." Thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse është duke ndodhur kiameti, nëse është duke ndodhur kataklizma, po i vëm botës funi dhe nëse në dorën e dënjërit për jush është një fidan. Është domethënë një fidan që mundet me mbjell. Thotë nëse mundet të mos ngritet pa e mbjell, le ta bëj. Domethënë, nëse ka mbet janë çastet e fundit dhe janë pak çaste edhe bota po përfundon, dëshmoj praninë tënde si musliman i vërtetshëm, dëshmoj praninë tënde si musliman i dobishëm për rrethin edhe ambientin edhe botën përreth teje, madje mos u ngrit në këmbë pa e mbjell domethënë çat fidan. Kjo është një përmbledhje dhe një përzgjedhje saktësisht më saktë thonë, një përzgjedhje e disa prej raporteve ndonjërzore që shihet qartë as bukuria e Islamit edhe fesë Allah subhanahu wa taala. Më shumë nuk kemi përmend se sa kemi përmend, ashtu sikurse e potencova pak më herët, kjo është thjesht një ftesë njerëzit me lexuar më shumë, mirë po ajo që duhet të ishte thjesht një provokim kushtimisht tonë, nëse çto vlera që u përmendëm, vlerat në raport me bashkëshortet, në raport me fëmijët, në raport me prindrit, në raport me fëmijët, në raport me në shitblerin, në raport me punëdhënësin, në raport me punëtorin, në raportet e përgjithshme shoqërore dhe të komunikimit dhe madje edhe të buzëqeshjet që kanë në fillimin e mësimit. Nëse një shtëpi, një familje, një antar të një familje muslimane janë të cilësuar me çdo vlera, i kanë çdo vlera në përditshmëri, flasin mirë, i shmangen dëmit, i shmangen lëndimit e njerëzve, i shmangen shqetësimit, janë qytetarë të mirëfillt, janë njerëz të gëdhendur në karakteret e tyre dhe sjelljet e tyre. Dhe krejt këto që i cituam i konsiderojnë urdhresa fetare, i konsiderojnë pjesë të fetarisë së tyre. Si do të kishte ndryshuar raporti do thotë i tyre me njerëzit, ose se si do të ishin parë nga njerëzit si pasuni, ose edhe me deklaruar edhe më qartë. Sa i shkon një familje muslimane, një lagje muslimane, një komunitet musliman, pasuri për një vend nëse ata kishin jetuar me këto vlera. Saktësisht ne jemi një shoqëni muslimane dhe falë Allah subhanahu wa taala, një mori e madhe e vlerave të Islamit janë në përputhshmëri me natyrshmërinë e cila është e padëmtuar dhe është ruajtur, po është edhe në përputhshmëri me zakonet edhe traditat kombëtare, mirë po kur vin më shumë se sa një motiv, kur është më shumë se sa një iniciues, kur është më shumë se sa një presion kushtimisht tonë, presioni i vlerave familjare, presioni i vlerave fetare, i vlerave të trashëgimisë kulturore dhe kombëtare, atëherë i bie që krejt të vlerat që u përmendën se si ndërtohet familja, shoqënia, rrethi dhe komunikimi shoqëror do të kishin qenë domethënë edhe më të përkryme. Kështu që krizat e tona që besoj janë pa diskutueshme, kuptimin që gjithë i pranojmë që janë evidente edhe secili ankohet ose secili përpiqet ta ndryshojë këtë realitet. Ta ndryshojë këtë realitet tek fëmijët e vet, tek vetvetja, te rrethi i ngushtë me të cilin jeton. Mungesa e këtyre vlerave tregon edhe mungesën e ndikimit të Islamit, po edhe mungesën e ndikimit të kulturës edhe të traditës. Saktësisht, nëse shoqënia jonë ishte veshur mirëfilli me vlerat e Islamit, me vlerat e natyrshmërisë, me vlerat e logjikës, me vlerat e traditës edhe të zakonit, i bie që këto që u përmendën nuk do të kishin qenë thjesht gjëra të bukura për të dëgjuar, mirë po do të kishin qenë vlerat të cilat ne jetojmë me to, po thjesht po i dëgjojmë disa argumente. Ne jetojmë me to, po thjesht po i sforcojmë nëpërmjet disa citateve koranore ose profetike apo nëpërmjet domethënë porosive fetare. Dhe këto është kriza e identitetit që ne sot kemi, për arsye se kriza nuk ka të bëjë vetëm me besimin dhe me përcaktimin e brendshëm, por ka të bëjë edhe me përcaktimet e jashtme. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sikur se e kena përmendur më herët, e ka denoncuar fetarinë e agjëruesve
që janë të dhunshëm edhe janë të pasjellshëm, janë me sjellje të pahishme. Në kuptimin që çfarë është ajo fetari nëse nuk ka prodhu njerëz të mirë, edhe nuk ka prodhu domethënë qytetar të mirëfill. Elus Allah subhanahu wa taala të na bëjë për njerëzve që jetësojnë Islamin në plotësinë e vet dhe bëhen shembull i mirë për të tjerët për t'u afruar fesë Allahu subhanahu wa taala nëpërmjet moraleve dhe sjelljeve dhe raporteve ndonjërzore të mirëfillta, ashtu sikurse i ka skicuar dhe i ka kumtuar vetë Kurani dhe Suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad.